Po Albana, ti e kam qenë ashtu pas se të shkoja të flia gjumë. E të mërshme. Sara, çfarë mendon, Sara? Tani, unë, si që kam përmëndur, edhe ditën që ka ndodhur kjo, në fakt gatimi nuk ka qenë imi, ka qenë i Visit, po unë e hëngra. Visi gatoj sa gatoj, pastaj e la aty, pa shumë njerëz të uritur në të njëjtën kohë, dhe për të dashur të shërbyer dhe për të mos i lënë të priste, sepse po prisnim realisht shumë, mora pjatat dhe i dhash. Dhe madje kam bërë shaka edhe vetë, nuk e kuptoj pse u mora seriozisht, se unë nuk është se jam kuzhinjere e para, dhe dyta kuptoj që thjesht nuk ishin nxjerrë mirë për çështje minutazhe. Nuk është se, unë e kam thënë që në fillim, nuk është se kam një pritshmëri nga askush këtu, mirë njohje, patjetër që dua që të ketë, siç edhe unë kam kur ma bëjnë mua. Një ditë më pas, unë vendosa që mos gatuaj për gjithë, dhe çuditërisht erdhe një 5-6 veta që pyetën çka kemi sot për drek. Kështu që këtu besoj se kuptohet. Sara, ti këtë gatimin e ke me qef, apo e ke zgjedhur si strategji? Jo, unë nuk kam strategji gatimi, se të kisha restorante dhe mund ta kisha, po kam... Në shtëpinë tënde gatuan? Po, unë gatuaj shumë në shtëpi, siç mund ta dish edhe ti ndonjëherë. Unë kam shumë qef gatuaj, sidomos edhe... Si? Vazhdo. Jo, se s'të dëgjova. Jo, s'ka lidhje, vazhdo. Po se kam bezdi fjalët që thuan edhe lihen për gjysmë. Se kështu e keni zakon që e bëni, e kupton? Jo, në këtë senë të fshirë ti kom thonë valloj në sorë sen mas shpinës kom thonë. Tash pedeka dhe Arbona shumë mirë. Po se më ka në Instagram, nuk është se vjen të shpjegoj. Do doja Arbana një ftuar kur dal. Mund bish edhe këtu. Se e kam një adresa. Dhe po thoja që unë patjetër që nuk e kam me dëshirë, po kur shikoj 700 njerëz të uritur që nuk kanë gjë për të ngrënë, më duhet ta bëj duke qenë se nuk e ke me dëshirë të gatuaj këtu. Jo. Në shtëpinë time kam shumë qejf të gatuaj. Kur gatova për 5 veta ishte shumë bukur, si të gjithë donin të hanin. Se gatuan në fermë atëherë? Sepse nuk gatuan njëri dhe mua më vinë 3-4 veta që... Nuk është se të kanë daluar njëri të gatuar shty, Ola. I ke zonë ato se 4 tulla janë aty nuk do vim me shtana. Po, dhe nuk të dyja kanë gatuar. Në total, si të gjova? Nesh ka gatuar aty, se cile po nuk kanë daluar njëri të gatuar. Lerina, Suni, unë kam gatuar, unë kam gatuar kur liria për të gatuar për të ngrënë pushim në orarin e drekës. E kupton? Kaq. Okej, pam edhe Blerinën, e cila komentoi pak afërsinë e Sarës dhe Jonidës. Ju vajza njiheni nga jashtë apo jo, Sara dhe Jonida? Nga jashtë, po s'kemi qenë kur kaq të afërta. Kam përshtypjen që kanë ndikuar në mënyrë absolute edhe qëndrimin në të njëjtën dhomë së bashku. Edhe sigurisht kemi dhe njerëz të përbashkët jashtë, e për te i kësaj, me thënë drejtën a ka i dhe muhabeti. Okej. Blerina, pse mendon që Sara i duhet Jonidës, për të të perifrazuar atë që the në klip? Sepse ripërsëris, Jonida nuk e njoh fare, do më thënë e njoh shumë pak. Vetëm nga Instagrami ose në ato që mund njoh edhe publiku i gjerë, dhe qa njoh edhe këtu në fermë, kërkoj falje për zërin e rath parë se jemi pak ftorë gjithë, dhe ditët e ftota që të lagura që kemi lënë pas. Dhe duke ditur që qarë temperamenti dhe qarë personaliteti ka Jonida, e shoh më të logjikshme që asaj duke duhet njëri dhe Sarës në base i duhet një diçka tjetër, dhe me që Jonida është një person që është pak i pakapshëm, ose i pa... Arritshëm, base dhe arritshëm, atëre është Sara që le themi e ndjek një hap pas. Edhe kjo vjen si pasojë që tentativa për të shkuar në pas. Më lër ta kuptoj, Jonida personi pakapshëm në shkutim. I pakapshëm në kuptimin karakterial po flasim, jo nga çështjet të tjera të lidhura në gjëra që nuk i përkasin këtij formati. Sepse unë nuk thras asgjë ose në informacionin që kemi jashtë për t'i futur këtu brenda. Ne po themi për qëndrueshmërinë që kemi këtu për sa kohë po shpenzojmë bashkë. Si pakapshëm, arrim bashkë ne. Po flas në ana karakteriale. Je një person shumë i fortë që
gjysore mund të komunikosh, po flas në gjë. Gjysore iki hulumtoj me veten time. Eksakt, këtë po them. Dhe Sara, edhe se tenton të jetë person autoritare dhe kaq të po flas të lutem, nuk po pëlqen. Shumë bukur je. Mirë, je autoritare. Jo jam autoritare, unë kështu jam, se do t'i vendosësh ti epitetin. Atë një karakteristikat që ne kemi vënë në karakterin tënd është autoritarizmi agresiv. Më ke analizuar, unë s'kam hyrë afare aty. Zemra nuk më intereson ai shumë të analizoj. Po jo, e ke bërë pra se dolën 7 klipe duke folur për mua. Jo, edhe pse të shbër pyetje në përdhoma. Në përdhoma të shbër pyetje? Po, më janë për pyetje. Ke folur për mua, pra këtë po them. Po ne flasim për të gjithë, jo për ty. Në rase për diçmërinë time nuk do flisja kur për ty. Më beso sepse nuk do kishim argumente për të qenë shoqe edhe për të pasur probleme me njëra tjetrën. Unë respektoj secilën nga ju për faktin që jeni femra, për faktin që keni biznese, për faktin që keni arritjet e juaj personale dhe kur do ditën me Sara, të lutem. Jo, pra se është ofendiv që bërë. Po sepse po ofendon. Unë po të ofendoj. Po që po i shkojnë brapa dikuj. Më the arrogante, janë gjitha këto janë... Je arrogante. Po jo, po s'mund ma thuash ti këtë. Unë jetoj me sy këtu. Dhe arroganca jote më është përplasur mua duke me lënduar si që dëgjove se s'kam thënë fare qoj gota, të kam thënë ato gota sepse erdha nga Agaj dhe më tha ato gota duhen hequr dhe unë thash totalisht të unë jam në ato personat që nuk janë delikate. Nuk jam delikate, jam pretenduese, se sa aq jap, aq duam brapa. Dhe respekti që unë jam njerëzve, e duam brapa. Ka që thjesht, se nuk jemi këtu për... Soni, s'ta kam dëgjuar zërin. Unë nuk jam tip kështu që konfliktojmë shumë, kështu që do kesh nga këto heshtjet e mia për gjatë gjithë këtij rrugtimi. Po çfarë mendon për këto që po flasim, për aleancat e para, për faktin që dikush qëndron si hija e dikujt, pra këto Jo, janë... nuk ka hija e dikujt, Arbana. Thjesht ka një lloj harmonie midis disa zonjave, disa vajzave këtu, sepse janë disa karaktere që përshtaten më shumë me njëra tjetrën. Ti e ke ndjerë këtë, le të themi, dëshirën e Sarës për protagonizëm në kuzhinë apo arrogancën me të cilën paktën kështu e përshkroi Blerina, ajo ju drejtohet fermerëve të tjerë? Shiko, ne jemi tipologji të ndryshme këtu dhe situatat dhe karakteret i perceptojmë ndryshe. Me Sarën, mua më vjen mirë që dhe një konflikt të voskël që kemi pasur, e kam vlerësuar shumë që ka ardhur tek unë për ta sqaruar dhe më tha që shiko se nuk është ashtu dhe e sqaruam. Kundrejt meje ka qenë shumë korrekte, të them të drejtën, e kam vlerësuar që ka dashur të japi ndihmën e saj në kuzhinë, pavarësisht, domethënë që okay, nuk janë realizuar ato gatime siç duhet, të them të drejtën, kam pasur goxha harmoni me Sarën, pastaj varet, siç e thash, janë karaktere të ndryshme dhe fjalët dhe gjërat perceptohen ndryshe. Moza, ti si e shikon këtë luftën për protagonizëm mes vajzave? Tani si kryetare fermës, kam pasur një çik vëmendje ndaj stafit. Dhe mund të them që ndaj dy kategori. Kategorinë strategjike dhe kategoria që jeton normalisht në fermë si çdo të jetonte diku tjetër. Pra përpiqet të jetë ajo që është pa prekur zonën e tjetrit. Këtu diferencoj disa karaktere që kanë strategji dhe që... Cilat janë ato? Sara sigurisht që është e para, pra nuk jap si vrejtje, po ka ardhur dhe është ndërtuar në ato formë që hedh, do me thënë si një lakmus që do në të aprovoj, çfarë ngjyre ka ky solucioni, çfarë përqindje ka dënësi ky tjetri, nuk e ka vetëm me shoqet, po ka dhënë provë që e ka dhe me shokët, nuk ja jap si vrejtje. Do me thënë, është koshjente për garën, që shprej fillimi. Dërsa ne të tjerve, koshjent na bën fakti kur ju na vini përballë pavarësisht se Agaj, pas kësh dashur që ne t'i japim pa limit shpirtit ton që i dhami 10 diqe. Jo, pse mendon që Agaj ka dashur t'i japi pa limit? Jo, Agaj, nuk e di a ke parë filmin e Sherezades, që mbreti mori 3 vajza, dhe i tha, kush do t'jetë gruaja ime, do pi nga këto 3 gota, dhe vetëm njëra është Mehel. Dhe 2 hikën. Kurse Sherezadja e dinte që Agaj, pra mbreti,
nuk mund t'ja bënte asaj dhe i piu të treja dhe tha, kjo do jetë gruaja ime. Këto janë sprovat. Po, shiko, ne po e kuptojmë që Agai na do të gjitha Sherezade. Edhe me ishkujt i do Sherezad. Problemi është, mund të krijojë në firmë goca me këtë. Firma Sherezade është këtu sonte. Faleminderit për këtë veshje me Vlanin, me firmën Delirium. Faleminderit shumë. Wow, Moza! Preka, nga bëri zonë, se e kishim arru vetën. Edhe tjetër që do veçoja unë këtu, ja kishë për një herë, se mos më ngatroj meshkuj me femrat, Bufi, se e kam shumë qef këtë emër, është një stratege dhe një vëzhguse që nuk e unë vëmendjen... Kush është Bufi? Dona, okej. Që ka noftën nga shtëpia. Dona është vëzhguse dhe stratege, a? Po, është vëzhguse, stratege dhe është koshente qysh prej fillimit për garon. Do të kthejmë tashi tek Fabiola. Them Fabiola se Fabi do doja, djeli ta quaj, se kam afeksion. Por edhe Fabi ka momente që e tregon vullnetin, tërhiqet, sepse duke pas shumë element, është artiste, modës, e shpirtit, e kulturës veriore nga vjen, duke pas shumë element, e mund elementi. Po her pas her e kolpoja, e strategjisin, i shfaqet, tak, tak. E kuptoj. Mirë, Moza, unë do të Tani dhe kjo, së ngjilli mbuluar, Kush është të ngjilli? Vanesa? Vanesa, ngjilli mbuluar, pse? Mund ta kishte për arsye që ajo ishte e smur, për arsye se ka një dialekt dhe që ne na shfaqet si zhargon dialekti asaj dhe në herë dhe qeshin pa drejtësi. Të ngjilli mbuluar Vanesa. Po, e dua shumë, po e ka. Mund ta kishe shmangur. Mund ta kishe shmangur fare sot. Po, nëse sot do ja thoja nesër, po mund ta lije, mund ta lije. Pra me pak fjalë, Moza. Me pak fjalë, Moza, me pak fjalë këto gocat për luajnë, ë? Po tek shpatulla kujt qava? Ke shpatulla? Po, ke shpatulla jote. Goca, do keni mundësi që t'i sjaroni me një tjetër. E jani të çunat, ju lutem. E jani të çunat, ju lutem. E jani.